Ka nisur në Pogradec seanca përgatitore e futbollistëve liqenor, ajo këtë vit nis me ndryshime nga vitet e tjera. Stafi drejtues i ekipit të Pogradecit është i gjithë i ri, ku drejtimi i ekipit i është besuar ish futbollistit pogradecar Festim Fetollari. Synimi i vjetshëm është qëndrimi i ekipit në kategorinë e parë dhe konsolidimi i tij për vitet në vazhdim. Ekipi liqenor përbëhet kryesisht nga futbollistë krejtësisht vendas, përveç portierit jo pogradecar. Për këtë arsye, ekipi liqenor ka nisur stërvitjen dhe ka bërë disa seanca miqësore me Elbasanin, Shijakun apo ekipin e të rinjve. Ndeshja me Shijakun u 3-0. Trajneri hodhi në fush ekipin e parë, por goli erdhi në minutën e dytë. Më pas, ekipi ynë pati raste të tjera për të shënuar, po pa fat për të bërë gol. Në pjesën e dytë, i gjithë ekipi u zvendësua me lojtarë të rinj për t'i testuar ata, ndërsa miqt luajtën me ekipin e parë, duke thelluar avantazhin edhe me 2 gola të tjerë. Ditën e shtunë është miqësoria tjetër, ajo me Teutën e Durrësit.